se cila është ajo gjë e përbashkët që kemi unë edhe ti? Nuk janë fakt as parat, nuk janë as mundësit që mund të kemi në treg dhe nuk janë, me thënë drejtën, as lidhjet familjare apo ku di unë se çfarë mund të mendoni ju. Ajo që është diçka që e kemi të përbashkët unë edhe ti është diçka shumë më e rëndësishme. Kaq ka dhe miliarderi më i madh në botë, kaq ka dhe një atlet kampion, kaq ka unë, kaq edhe ti. Disa e përdorin për të ndërtuar diçka, ndërsa disa të tjerë thjesht e shpërdorin atë. Ajo gjë që është e përbashkët midis meje dhe teje është koha. Të dy ne kemi 24 orë në ditë. 24 orë në ditë ka dhe miliarderi, 24 orë në ditë ka dhe kampioni i botës, ose më saktë 1440 minuta në ditë. Pra për të gjithë është njësoj kjo kohë. Dhe diferenca nuk është se sa kohë kam, pra. Diferenca është se si do ta përdorim të gjithë këtë kohë në mënyrë që ta kthejmë në një kohë më produktive. Pra, herës tjetër kur të ankohesh, mos pyet më dhe mos thuaj më që nuk kam kohë. Por, ndryshoje qasjen tënde dhe thuaj si ta kthej kohën time në një kohë sa më produktive dhe si të ndërmarr hapa më shpejt për ta bërë një veprim më shpejt se dikush tjetër.